Përshëndetje të gjithëve, unë jam Aldo Sudollari, presidenti i organizatës humanitare të shoqatës Nexhat Albania, e cila operaron në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri, kryesisht për iranianët e dezertuar nga kampi Mujahedin. Sot, si që është dhe rutina e kësaj jave, kam zhvilluar një tjetër editorial, por këtë herë doja të përcjellë mesazhin tim nëpërmjet një videoje, duke treguar një ndodhi interesante që më është dëshmuar nga veti shantarët e këtij kampi, aktualisht përjedhoj që janë dhe antarë të shoqatës shqiptare të shpëtimit. Sot do të flas për datën 6 dhe 7 gusht. Pse ndodhi tragjedia gjatë këtyre dy datave? A mund të ishte parandaluar dhe nëse po? Pse nuk u bë një gjë e tillë? Që nga viti 2003, pas rrëzimit të Saddam Husseinit, qeveria irakiane u kishte bërë disa thirrje dhe nuk u kishte dhënë ultimatume drejtuesve të organizatës Mujahedine të popullit, që mund të kthenin disa nga fermerëve tokat bujqësore në veri të kampit Ashraf, të cilat regjimi i Saddamit u kishte dhënë me forcë banorëve. Megjithatë, drejtuesit e kësaj organizate nuk reaguan, sikur të mos kishte ndodhur gjë fare. Dhe ata pretendonin se këto toka i kishin blerë nga qeveria e mëparshme në shtetin e Irakut. Sipas qeverisë irakiane, u sigurua dhe një vendim gjykate, por as kjo nuk pati efekt. U zhvilluan dhe 3 raunde bisedimesh me forcat amerikane, të cilat kishin pushtuar Irakun, por dhe këto mbetën sigurisht pa rezultat. Sipas autorit të tekstit, drejtuesit e organizatës, sipas autorit veçanërisht Masud Rajabit, ai nuk kishte argumente bindëse dhe po përpiqeshin të përdoreshin vetëm për çështje të cilat tekstoheshin se pronari i vendit është vetë shteti irakian dhe e konsideronte veten si një zot të kësaj shtëpie. Pavarësisht paremrimeve të vazhdueshme të qeverisë irakiane, organizata jo vetëm që nuk pranoi, por krijoi dhe telashe të tjera. Dhe sigurisht sipas autorit, vazhdoi me akuza dhe kërcënime. Dhe këshilltari i sigurisë kombëtare të Irakut, në pranim me ushtarakët amerikanë, ka kërkuar që organizata të dorëzonte këto toka në veri të Ashrafit, pasi ato u përkisnin pikërisht fermerëve. Kur nuk mbeti më asgjë dhe asnjë zgjidhje tjetër, policia irakiane me urdhër ligjor hyri për të marrë kontrollin e kësaj zone. E sipas autorit, brenda kampit të drejtuesve të organizatës janë mobilizuar deri në 3000 antar për të penguar hyrjen policore. Ai e cilëson këtë fakt si një vendim të gabuar, duke pretenduar për pasojë ku kanë humbur jetën 11 persona të cilët ishin në indoktrinimin e organizatës Rajabi. Nga krahu tjetër, autori pretendon se ata ishin duke u përpjekur të dalonin policinë me shkopi dhe me mjete të tjera, duke shkaktuar kështu përplasje, me qëllim që të kishte edhe viktima dhe më pas, kjo përdor pikërisht për propagandë. Në fund, sipas autorit, qeveria irakiane arriti të merrte tokën që kërkonte dhe më pas arriti të realizonte të gjithë operacion. Dhe ai shton se nëse do të kishte dashur, mund të kishte marrë kampin Ashraf, por ky qëllim i saj nuk u bë i mundur. Nga krahu tjetër, kjo nuk do të ndalonte që të kishte shpresë për të gjithë anëtarët e kësaj organizate për një jetë më të mirë. Dhe si përfundim, autori thotë se familjet në Iran mbeten shumë të pikëlluara dhe shpresa e tyre për të parë sërish fëmijët e tyre u shua. Por, në këtë të ardhmen dhe në këtë realitet ku ndodhemi, do të shpresojmë se kjo gjë do të ndodhë shumë shpejt, me shumë punë dhe arritje të shoqatës Nexhat. Faleminderit. Organizata, me këtë mënyrë të menduarit dhe me këtë çmim që u kërkonte antarëve të vet, ishte e gatshme të sakrifikonte dhe jetët e tyre vetëm për t'u paraqitur si një viktimë. Sipas kësaj logjike, sa më shumë të vrarë të kishte, aq më shumë keqardhje dhe simpati do të fitonte nga të tjerët. Si për shembull përmenden përplasjet me policinë e Irakut, ku u vran shumë persona. Pretendohet se organizata donte të përdorte të njëjtën taktik dhe ndaj policisë shqiptare, duke u përpjekur të pengonte arritjen e objektivit të saj përmes viktimave. Gjithashtu thuhet se, pas ngjarjeve të 30 qershorit të këtij viti, kur policia franceze shpërndau protestën e tyre, organizata u përpoq të përplasej dhe me policinë franceze për të arritur të njëjtin qëllim. Sipas autorit të këtij teksti, kjo është një taktike e organizatës për t'u paraqitur si një viktimë dhe përshkruhet si një metodë shumë e pandershme që ajo përdor.